Dy sulmues adoleshent qelluan për vdekje 3 persona në një xhami në San Diego, Kaliforni. Policia bëri me dije se krimi kishte goditur për shkak të urrëties. Sulmi ndodhi ndërsa oficerët po hetonin një telefonat në lidhje me një adoleshent, ndoshta vetvrasës, i cili kishte ikur nga shtëpia. Policia u lajmërua për të shtënat në qendrën islamike të San Diegos dhe gjeti 3 viktima me plagë me armë zjarri jashtë pjesës së përparme të ndërtesës. Menjëherë më pas ata morën një tjetër telefonat se aty pranë ishin qelluar nga një automjet në drejtim të parkut. Oficerët gjetën të dyshuarit, të moshës 17 dhe 18 vjeç, të vdekur nga plagët e vetë shkaktuara në një makinë shumë larg xhamisë. Ndër viktimat e vdekura ishte një roje sigurie që punonte në qendër dhe luajti një rol kryesor në parandalimin e sulmit që të mos ishte shumë më i keq, thanë zyrtarët. Është e drejtë të thuhet se veprimet e tij ishin heroike, tha shefi i policisë së San Diegos, Scott Wall, në një konferencë shtypi. Padyshim që ai shpëtoi jetë sot. Hetuesit thanë se motivi i sulmit ishte i panjohur, por supozohet se ishte një krim urrëtie për shkak të xhamisë, e cila është më e madhja në kontent San Diego dhe për shkak të shkrimeve që i atribuohen një të dyshuari. Wall tha se policia zbuloi se sjellja e të dyshuarit ishte jo në përputhje me dikë që konsiderohet vetvrasës. Një shënim që të rinjt lanë pas, përfshinte gjithashtu retorik të përgjithësuar të urrëties dhe gjuhë të urrëties, tha ai. Wall shtoi se shënimi nuk përmbante ndonjë kërcënim specifik për xhamin, ose për ndonjë vendodhje ose individ tjetër. Kryetari i Bashkisë së San Diegos, Todd Gloria, dënoi dhunën duke thënë se askush nuk duhet të jetojë me frikë për shkak të identitetit ose besimit të tij, dhe duke premtuar siguri të shtuar në vendet e adhurimit në të gjithë qytetin.